Ma garanto që këtë flet votimi që unë e kam dhënë për ty dhe ti merr 10, 12, 1, 5 mandate, ti nuk e çonte Sali Berisha dhe tek Edi Rama. Nëse qytetarët shqiptar na votojnë masivisht dhe qeverisja e këtij vendi do të varet nga ne, ky vend do të shkojë në zgjedhje të parakohshme për të zhbërë kapjen e administratës nga pushteti aktual, që më në fund të shkojë në zgjedhje me një administratë të çliruar dhe do të shkojë në zgjedhje të parakohshme që më në fund të shkojë pa një qeveri të njërësan, po me një qeveri teknike e cila do ta çojë në zgjedhje dhe që më në fund parat e krimit që blejnë vot të xerohen dhe çdo kush që blen vot të marrë mesazhin që blerja e votës nuk ka efekt, pasi më në fund në këtë vend ka një subjekt politik që nuk bashkon votat për të qeverisur me votat vjedhura. As me Berishën, as me Ramën. As me Berishën, as me Ramën, vendi do shkojnë në zgjedhje parakohshme deri ditën që shqiptarët votojnë të lirë, iku koha kur vinte një parti aty dhe bënte partnericë në një parti tjetër për të mbajtur pushtetin në mënyrë të padrejtë.